edhe në vendimin e gjykatës kushtetuese. Bile mendoj që është shumë demokratik sepse krijon kushte që një deputet me marrë vendim para prej presionit edhe kontrollit partijak. E kjo më duket që arsyeja se pse këta opozitarë votun kundër, duke dëshmuar se këta dojnë kontroll absolut mbi deputetët. Sa mendoni që ka deputet i cili është kundër partisë të vet, nëse ka çdo njeri racional, normal, përfshirë deputet është kundër kësaj situate që është shkaktuar këtu, por nga frika e në një veprim hakmarrës nga partia detyrohet me u vojtë. A jeni edhe ju kundër për me u kandidu 7 herë Albulena Haxhiu dhe mos zgjedh? Albulena Haxhiu është propozim i lëvizjes vetëvendosje, ju propozim që mundeni me pas mendim ndryshe. Ju propozim që mundeni me pas mendim ndryshe. Ne vazhdojmë me përkrah propozimin e saj pa asnjë pikë diskutimi. Zoti Abraçi, nëse keni votat e atëherë pse më kalu në votim të mbyll kur s'ka parë, nuk ka pas asnjëherë një praktikë të mëhershme se u votu kryetari i parlamentit me vota të mshefta ose me u ndru, domethënë formati i votimit. Praktikën e përcakton vendimi i gjykatës kushtetuese. Pra është një formë alternative që është para pra lutem, jemi në kuadër të ligjit këtu. Në fakt nuk e ndalon kushtetuta, as nuk e përcakton votimin e msheft, por nuk ka pas praktikë që është ndru formati i votimit. Kjo situatë duhet lexohet kështu, që lëvizja vetëvendosje është duke bërë gjitha përpjekjet për me dalë nga kjo situatë, kurse në anën tjetër partitë opozitare janë të bëjë çdo përpjekje për me majtë bllokuar situatën. Kaq thjesht është. Nëse opozita Unë besoj që po, deputetët e kanë pas mundësinë që përmes votimit msheft me u deklaru lirshëm. A keni pas një votë siguruar me eventualin parti tjera? Unë mendoj prap, çdo deputet racional është kundër bllokimit edhe do të votonte ndryshe sikur sa I votim. Nëse opozita po thotë që vetëm me ndru emrin, domethënë na kemi vota edhe për dikë tjetër për lëvizjes vetëvendosje. A keni diskutuar me dikë? Nuk qëndron sepse këta votun kundër ende pa dëgjuar propozimin tonë, kësaj radhe. Se ja keni vërejt. Votun kundër ende pa dëgjuar propozimin. A keni bllokim?